Shikues të radio televizionit të UTA, ju themi mirëmbrëma nga emisioni i Ramazanit. Takohemi sërish së bashku për të vijuar me temën e mbrëmjes së sotme. Me neve në studio kemi kënaqësi të kemi doktor Behlul Kanaqin, ndihmës i rejsit të Bashkësisë Islame në Maltëzi. Me neve sonte ishte këtu për të folur për temën Zoti nuk i don shpërdoruesit. Mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni sot me neve. Mirëmbrëma, gjithashtu faleminderit edhe juve që keni krijuar një mundësi për organizimin e programeve të tilla të Ramazanit. Besoj që do të kenë dobi edhe teleshikuesit para të gjithë nga ky program. Faleminderit edhe një herë që jeni me neve. Çfarë do të thotë të jesh shpërdorues sipas Islamit? Po, shpërdorues do të thotë të shpenzosh diçka pa vu një farë lloj kufirit. Domethënë pa kufi. Dhe në fakt ky është edhe një koncept që e zhvillon dhe e ka edhe Kurani, Adhimushan. Dhe na tërheq vërejtjen për këtë fenomen sa të rëndësishëm aq edhe negativ që është i shfaqur për fat të keq në shoqërinë tonë, po jo vetëm në shoqërinë tonë, po edhe më gjerë. Dhe kjo lloj fenomenit do thotë një farë mënyrë tregon edhe gjendjen tonë ku ndodhemi për sa i përket shpërdorimit në përgjithësi, pa marrë parasysh shpërdorimit se çfarë lloj shpërdorimit është. Kështu që Islami trajton këtë temë, Kurani sidomos e thekson shumë temën e shpërdorimit, duke përdorur termin israf, edhe duke përdorur një term tjetër që është edhe shumë më i rëndë, do thotë tabdhir. Është termi tabdhir. Kështu që Kurani në tërheq vërejtjen dhe na tregon në lidhje me shpërdorimin dhe na udhëzon se si duhet. Në çfarë lloj shpërdorimesh aludohen në Kur'an? Po, është ne si imam dhe teolog si hoxhallar, sidomos pas ushqimit ose pas ngrënies së darkës, drekës, ne bëjmë një dua dhe në përgjithësi duas ja fillojmë me një pjesë nga ajeti, nga Kurani. Është në fakt pjesë ajetit ku ajeti tingëllon në këtë formë, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Por në fakt ky ajet fillon pak më që kjo është nga gjysa ajeti, fillon ja bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Atëherë vazhdon wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Është një ajet shumë i rëndësishëm i cili direkt ka të bëjë një farë mënyret me shpërdorimin e ushqimit. Por nuk është veç ky ajet i cili flet për sa i përket dhe ku kalon termi israf. Kemi edhe një ajet tjetër në surën Al-An'am ku gjithashtu Allahu xhaleshanuhu potencon që Zoti nuk i do shpërdoruesit. Dhe edhe këtë sure kjo ndërlidhet me të mirat që i ka sjell Allahu xhaleshanuhu, që i ka dhuru njerëzve. Në fillim të ajetit përmendet që Allahu xhaleshanuhu i ka dhuru njerëzve, na ka dhuru neve konkretisht të mira të ndryshme, prodhime frutore, drithra, përmend ullirin, përmend shegen, përmend hurmat dhe frutat e ngjashme dhe më vonë Allahu xhaleshanuhu thotë jo pra hani, ushqehuni me këto të mira, me këto fruta, por kur të vije koha e mbledhjes, e korrjes së këtyre prodhimeve, ju ndani nga këto. Dhe si vazhdon, mos la tusrifu, mos shpërdoroni sepse Zoti nuk i do shpërdoruesit. Po ashtu në një vend tjetër ku Allahu xhaleshanuhu flet se duhet të ndihmojnë të afërmit dhe njerëzit në rrugë, Ibn Sabil quhen njerëzit që janë gurbetqartë dhe njerëzit në nevojë, aty përdoret një term tjetër
në lidhje me këtë, wala tubadhir tabdhira, pra përdoret një term tabdhira, term për të cilin dietarët e kanë përkufizuar si shpërdorim i të mirave në rrugë të ndaluara. Pra në gjërat që i ka ndaluar Allahu xhaleshanuhu ose në gjërat të cilat numërohen si protest ose si kundërshtim ndaj Allahu xhaleshanuhu. Kjo tabdhir është një shpërdorim shumë më i shturur, domethënë shumë më i tepruar. E përdor edhe këtë term Kur'ani, adhimushan, po ashtu është interesant, është edhe një ajet tjetër i Kur'anit ku Allahu xhaleshanuhu na mëson neve se si të lutemi, dhe është një lloj duaje, është dua shumë e bukur, shumë dua e mirë, ku na drejtohet, na thot Allahu xhaleshanuhu, na mëson pra si të lutemi, dhe duaja tingon këtë formë që Rabbana ghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina, do të thonë na i fal gjunahet tona, gabimet tona, por na i fal edhe shpërdorimet në punët tona. Do të thonë që në fakt Kur'ani e shikon shpërdorimin si një fenomen që mund të ndodhë në çdo aspekt të jetës ose në çdo fushë të jetës, jo vetëm për sa i përket shpërdorimit të ushqimit, si e përmend Deli që është tek ajeti në fillim që e përmendme, ose ku përmendet pra ku na drejtohet Allahu xhaleshan duke na thënë vishuni me dinjitet, vishuni në formë të bukur, kur për çdo vendfalje që të shkoni, në çdo vendfalje, në çdo mesxhit që të vizitoni, vishuni bukur, vishuni me dinjitet, vishuni në rregull, hani dhe pina mos e teproni, ajeti i parë që ceka, deri te ky ajeti tjetër ku na mëson Allahu xhaleshanuhu neve se si t'i lutemi atij që t'i kërkojmë falje Allahu xhaleshanuhu që t'na fal neve gjunahet tona dhe t'na fal po ashtu edhe shpërdorimet ose teprimet që mund t'i bëjmë ne në veprat tona, fi emrina në punët tona apo me fjalë tjera. Kështu që pra Kurani ka një qasje të tillë për sa i përket shpërdorimit dhe na tërheq vërejtjen, sepse nuk ka më keq se më thon Allahu xhaleshanuhu për ne që më na thonë se nuk i do shpërdoros, ose pra mos më dash Zoti kur ti je shpërdoros i një amaneti që ta ka çu Zoti, ta ka fal Zoti. Bile përse për këtij ajetit të parë që e theksova, pra kulu washrabu la tusrifu han dhe pini, mos e teproni, në fakt ne shpeshherë edhe këtë ajet e kuptojmë në formën që hani, pini, prandaj edhe ne e bëjmë këtë, e përdorim në duat që bëjmë pas pra vakteve, por gjithsesi edhe ne e ndërlidhim shpeshherë edhe me ushqimin, pra në kuptimin që besimtari nuk duhet të hajë shumë, s'do të pijë shumë sepse dëmton shëndetin, ndikon në shëndetin e vet, mund të humbë shteti, gjë që ekziston dhe është reale, që e shohim sot për ditë. Po në fakt më kujtohet mirë si na tha një profesor ndërsa ishte në studimin në fakultetin për shkencat islamike në Turqi, na thotë ne shpeshherë ndërlidhim thotë këtë ajet me atë se që të mos të teprojmë me ushqim, pra mos të ham tepër, mos të pim tepër, por në fakt ky ajet neve na tregon diçka tjetër që shpeshherë ne harrojmë dhe nuk e përkujtojmë, për fat keq na kujtojnë në kuptimin që hani, pini sa keni mundësi dhe mos lini teprica. Domethënë është një dukuri shumë negative sot në mesin ton, shpeshherë ndodh që edhe nëpër familjet tona, nëpër shtëpijet, por edhe për restoranet sidomos, domethënë ne porosisim diçka, edhe shpeshherë mbesin gjërat. Dhe kështu që kjo është një shpërdorim shumë i keq, sepse të gjitha ato gjëra shkojnë në plehra, domethënë në koshin e plehrave, në mbeturina. Prandaj edhe bile gjatë përgatitjes së kësaj teme hynë edhe shikova disa statistika që kishte bërë programi për mjedisin pranë Kombeve të Bashkuara, dhe aty kishin dalë disa statistika shumë interesante, përfundime shumë interesante, edhe shokuese për mendimin tim, edhe jashtëzakonisht alarmante, ku sipas një statistike në vitin 2019 930 milion ton ushqim pra mbeturina formohen, krijohen, njeriu krijon, domethënë ban 930 milion ton mbeturina në nivelin botëror, kuptohet. Është një shifër shumë e madhe. Dhe gjitha këto domethënë mbeturina ushqimore quhen.
Ose për shembull statistikat e ngjashme me këtë, 13% e prodhimit ushqimor të njerëzve në nivelin botëror shkon në koshin e plehrave prej prodhuesit deri te sa mbrin të shitsi. Pra, në këtë interval kohor, në këtë pjesë, domethënë 13% e ushqimit të prodhimit e ushqimit botëror të prodhuar nga njerëzit shkon në koshin e plehrave, humbet. 19% e në nivelin botëror, po ashtu, 19% përafërsisht e ushqimeve që konsumon njeriu, që konsumon njeriu në familje, në shërbimet ushqimore, por edhe në shitëset, tek shitësit me pakicë, pra 19% e këtij ushqimit shkon në plehra. Janë shifra jashtëzakonisht mëdha. Ka edhe shumë fëmijë ose shumë smundje që paraqiten, ose shumë fëmijë që humbin jetën si pasojë e mos ushqimit ose mos ngrënies së rregullt, ose që paraqiten smundje të ndryshme si pasojë e mos ushqyerit, pra nuk ushqehen, shëndeten, nuk ushqehen si duhet. Ndërkohë ne, për shembull, na të pran diçka në shtëpi ose i cop buk ose diçka dhe ne nuk neglizhojmë edhe s'na pa kur far ndjenjash e hedhim në koshin e plehrave ose diku. Pra është domethënë, prandaj edhe këtu besoj që është ajo esenca që duhet ta kuptojmë dhe ta kemi parasysh se dhe të jemi të vetëdijshëm për atë çfarë bëjmë. Në vend që gjithmonë njeriu ta kufizoj veten, ta kufizoj nefsin, ta kufizoj synin dhe të marr aq sa ka mundësi me hangër, njeriu për fat keq bëhet pre e dëshirave si duket ondësisë së tij dhe i tejkalon këto kufi. Prandaj kjo është shumë, domethënë se po thosej dhe duhet të ketë kujdes. Cilat janë ato dëme që besimtari mund t'i psojë nga shpërdorimi? Po. Tash po ta marrim shpërdorimin në fusha të ndryshme. Për shembull, në aspektin siç e ndërlidhem edhe ne me aspektin e ushqimeve ose me aspektin e prodhimeve ushqimore, pa marrë parasysh çfarë llojesh janë frutore, janë drithra etj, s'ka lidhje. Domethënë, një herë këto besimtari me shpërdorimin e ushqimit, nëse përdor ushqim pa kufi për vete, ndikon në shëndetin e tij në mënyrë negative, gjë që tash edhe shkenca, edhe mjekësia të gjitha bile edhe po të hapsh internetin sa është e mundur pa dalë diku një nutricionist që flet pse si duhet ushqehemi. Ndërkohë që si thash, diku në një vend tjetër të botës, njerëzit ose fëmijët ose familjet e ndryshme nuk mund të arrijnë deri te ushqimi. Këtu kemi dy lloj damesh, dame nga aspekti shpirtëror dhe nga aspekti material. Dami nga aspekti shpirtëror është se shpërdorimi në fakt na i humb ndjenjat e altruizmit. Na i humb ndjesinë e njerëzore ose ndjesinë të përkujdesuarit për tjetrin. Sepse njeriu në fakt si natyrë është i pangopur, kështu, është si duket e ka natyrën, është njeriu dhe gjëja vetme që mund ta ngop njeriu është zhvillimi i anës shpirtërore dhe domethënë përpjekja e njeriu që ta ndalojë veten përballë kërkesave të nefsit që janë të pakufishme. Dhe tash shpesh herë dhe neve është gjë shumë konkrete, shpesh herë nëse na ka enda një diçka, një ushqim ose pa marrë parasysh, njeriu po të mos e ketë këtë kufizimin e trupit ose mundësitë e tij fizike, ai kush e di se domethënë s'do të kishte kufi kur far kufirit. Edhe ashtu bile edhe njeriu këto kufit i shtyr aq sa dhe nuk duhet, ndoshta. Prandaj nga ana shpirtërore na bën të pandjeshëm, na e fikat ndjesinë shpirtërore për të tjerët, ndjesinë e altruizmit, na zhvillon edhe më tej ndjesinë e egoizmit, vetjakisë. Kjo nuk është gjë e mirë për njeriu, sepse njeriu tashmë fillon e mendon të rregulloj punën time lehtë për tjerë. Po njeriu nuk duhet të harrojë se jeton në shoqëri. Dhe kjo pastaj shkon zinxhir. Krijohen thellësi të mëdha, dallime të mëdha klasore në shoqëri. Pastaj nëse dikush është shumë egoist, nuk i vë kufi nefsit të tij, është shumë vetjak, nuk i intereson për kojshin ose për shoqërinë që jeton,
Nuk i intereson se shpërdorimet e ndryshme që mund të bëja në qoftë nga aspekti ushqimi, qoftë të tjerë, e dëmton atë jetën në mënyrë të ndërsjellë, atëherë nga ky njeri nuk pritet një hajër, nuk pritet një e mirë dhe ka ana shpirtërore, vetë Allahu xhaleshanuhu na thot, pra siç e ceka, na thot që Allahu nuk i do shpërdoruesit. Pra hum në njëra anë e fik këtë anën pozitive të pjesës së vet dhe bëhet tashmë lëviznë vetëm në formë si po thënë bëhet instinkteve të tij, domethënë të nefsit, që nuk është as pak gjë e mirë, por nga ana materiale ndikon pastaj sepse hidhet ushqimi i madh, ndërkohë që siç thamë diku njerëzit kërkojnë atë ushqim dhe krijon këto ndasinat klasore. Prandaj Allahu xhelaluhu në Kur'an jo vetëm që na tërheq vërejtjen përsa i përket shpërdorimit, por Allahu xhelaluhu në Kur'an edhe na mëson se si duhet ne ta përdorim një gjë që na ka dhënë Allahu xhelaluhu. Pasurinë për shembull. Është një ajet i Kuranit ku Zoti thotë mos u bëni as të shtrënguar, as mos u bëni dorë shpuar. Pra mos u bëni përsteprit, mos i hapni duart përsteprit, sepse thotë mund të vijë që ju pastaj ta qortoni veten dhe s'keni fituar asgjë nga ajo. Pra gjithmonë Allahu xhaleshanuhu, pra feja islame na këshillon një rrugë mesme. As të mos bëhemi, as mos ta teprojmë në diçka, në dhënie ose por as mos ta shtrëngojmë dorën dhe të bëhemi koprat. Se edhe kopratësia prap është një veti tjetër përsëri, është një veti shumë e keqe që mund ta ketë një besimtar. Prandaj besimtari duhet ta gjejë një rrugë të mesme në mënyrë që t'i kundërvihet shpërdorimit, t'i kundërvihet asaj nefsit të tij, i cili gjithmonë tërheq nga keqja, tërheq nga egoizmi dhe të bëhet altruist, të ndaj diçka, të ndaj me të tjerët, të jetë, pra ta përjetoj shoqërinë, ta përjetoj prezencën e tij në shoqëri, të përjetoj ata që ka rreth tij. Po gjithashtu shpërdorim ka edhe në kohë. Nëse për shembull ne kemi një kohë të caktuar për një punë të caktuar, nëse ne nuk e shfrytëzojmë, kjo quhet lloj shpërdorimit dhe kjo do të ndikon në një shoqëri në kohë afatgjat, ndikon që kjo shoqëri të mesë mbrapa do të mos zhvillohet. Po ashtu nxënësi ka një kohë për fakultet, ka një kohë për shkollë mesme. Nëse nuk e shfrytëzon si duhet, është shpërdorim i kohës. Po kjo do t'i kthehet pra si dëm i tij ose dëmton veten. Pra çdo gjë në fakt i sillet njeriu dhe pastaj njeriu thotë o Zot shmëgjeti, nuk e di se në fakt me duart e veta e sjell veten në një kohë, në një gjendje të keqe, ose koha ne si besimtar, koha për të falur, ose është një kohë caktuar që duhet të kthehemi Allahu xhaleshanuhu, duhet të lutemi, duhet të drejtohemi atij. Nëse ne e kalojmë këtë kohë, nëse nuk e shfrytëzojmë kohën që të ndajmë diçka edhe për që t'i drejtojmë Allahu xhaleshanuhu, t'i shprehim atij, domethënë t'i shprehim ndaj Allahut, të shprehim për ulësinë tonë, të shprehim dashurinë për Allahun, pra nëse nuk e bëjmë këtë, kjo është një shpërdorim i kohës, është një shpërdorim i jetës në fakt, sepse Allahu na ka nisur për një qëllim në këtë botë, në mënyrë që ne ta njohim Allahun, ta adhurojmë dhe në fakt ne shpërdorojmë jetën, shpërdorojmë kohën tonë, ose edhe çdo një punë tjetër që bëhet. Prandaj është shumë e rëndësishme që të mahet edhe një rrugë e mesme në mënyrë që njeriu as mos ta teprojë, domethënë mos shkojë drejt shpërdorimit, po as mos shkojë drejt kopratësisë si quajmë, por të marrë një rrugë mesme në mënyrë që të përfitojë kënaqësinë e Allahut xhaleshanuhu. Si mund të përmirësohemi tashmë nga ky fenomen që është bërë i shumt në ditët e sotme? Për radh pa çdo gjë, në fakt përmirësimi i njeriu pa marrë parasysh për çfarë lloj edukurish bëhet, fillon me edukim. Pra njeriu duhet të edukohet, por edukimi i njeriu fillon që është në kohën e fëmijërisë, pra në rrethin familjar ose në rrethin ku rritet. Duhet gjithsesi fëmia nëse duket se duhet në kuptohet në fjalë të mira, të edukohen në lidhje me këtë që mos ta hedhin një gjë, të respektojnë ushqimin, të respektojnë bukën, të respektojnë kohën, një farë mënyre brenda mundësive dhe kapaciteteve të kuptimit të fëmijëve, por e gjithë bëhet me edukim në familje, me edukim në shkollë, me edukim në institucionet përkatëse. Por këtu nuk luajn rol vetëm individi këtu ose edukimi, sepse ti edukon fëmijën në shtëpi, por
shoqëria pastaj ose mediat ose reklamat, shpeshherë reklamat ndikojnë në konsum, se në fakt ky shpërdorimi është një farë konsumerizmi. Do thonë konsumerizëm jo vetëm në ushqime, por çdo gjë. Shembull, për ta konkretizuar edhe më mirë, kam një mjet telefoni, është një mjet komunikimit në fakt. Por shpeshherë ndodh që dikush e përdor telefonin për se i nevojitet, i duhen programe të tilla që telefoni duhet të ketë kapacitetin e tillë për të përballuar ato programe ose që të kryej punë dikush me ta, por thjesht e sheh që dikush telefoni është krejt në rregull, është një shembull banal, po thjesht sa mi konkretizohet, telefoni është krejt në rregull, por gjithsesi njeriu ka të nevojshme me marrë një version më të ri sepse duhet pak më duk si tjerë, duhet mos më met mrapa etj. Pra janë disa vlera që janë totalisht të keq kuptuara për mendimin tim, edhe e keq kuptohet edhe qëllimi i një gjë, sepse është bërë dhe çfarë shërben ajo gjë. Pra keq kuptohet qëllimi i shërbimit ose qëllimi i një gjës për çka. Kështu që bile pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë në një vend në një hadith që transmetohet, thotë mos hani, o mos u ushqeni ose mos u vishni për të mburur. Po vishuni i bukur, vishuni i mirë, se ju keni nevojë për të veshur, kuptohet vishuni i bukur. Islami gjithmonë e këshillon të bukurën, por gjithmonë nuk na lejon që të bëjmë ato gjëra që për mburrje, për krenari, sepse apo për mendje madhësi, se besimtari nuk i ka hije të jetë mendje madh kibër, me pas kibër, si thonë na, mendje madhësi me pas. Kështu që çdo gjë do të bëhet se neve na duket e mirë, është komfore, është diçka e bukur, përfaqëson një farë bukurie, po jo për mendim madhësi dhe për të mburur, se nuk i ka gjithkush mundësitë e njëjta. Po ashtu edhe reklama, siç thash, shoqëritë civile mund të angazhohen, sepse tash konsumerizmi, në fakt ky shpërdorimi. Konsumerizmi në fakt është një dukuri që është e gjithë bota është e kyçur në këtë një farë mënyrë, dashje pa dashje, dhe janë të bërë shpërdorime të mëdha në fakt. Edhe shoqëritë civile mund të ndikojnë një farë mënyrën, por një farë mënyrët me edukim, me organizim të programeve të ndryshme ose edhe me reklama, ashtu siç bëhen reklamat për shitje në një produkti të ndryshëm, ashtu mund të bëhen reklama edhe për vetëdijsimin e njerëzve për sa i përket e shpërdorimit ose konsumerizmit të pakufishëm. Prandaj vetëm besoj në formë të edukimit, por edhe shteti kuptohet duhet të marrë masa të caktuara në mënyrë që mos të vihet, se kjo shpërdorimi i të mirave dëmton edhe vetë shteti një farë mënyrë. Është ne për shembull nxënësat në shkollë. Nxënësi duhet kujdeset për bankat e shkollës, sepse ata janë mbledhur taksat e popullit. Pra nxënësi shpeshherë nxënësat kanë do dëmton si pasojë një reagimit etj. Dëmton ose i duket se bën diçka, por në fakt ai dëmton veten, nuk e di për shembull, ose dikush që punon një punë të shtetit, po them ose një punë kuda, nëse nuk e bën një gjë si duhet ose nëse thotë ky është malli i shtetit, nuk ka problem se dëmtohet, ai në fakt dëmton veten, sepse kjo me taksat ti janë marrë gjitha, me taksat e popullit. Dhe çai bën vesh dëmton veten, se do të blehet përsëri ose duhet riparohet, dëmtohet e gjithë shoqëria. Prandaj edhe shteti, edhe domethënë të gjitha besoj institucionet e caktuara është mirë që duhet të mirët me këtë punë, sepse është një dukuri jashtëzakonisht negative shpërdorimi. Gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, cilat janë ato veti apo gjëra që një besimtar musliman edhe mund t'i mësojnë për këtë çështje? Vetë agjerimi një farë mënyrë është mësimi edhe edukimi më i mirë, është një pyetje shumë jashtëzakonisht e qelluar. Domethënë vetë agjerimi, vetë filozofia ose domethënë mesazhi i muajit të Ramazanit pikërisht është edukimi i njeriu pikërisht për një këtë shpërdorim, për shpërdorim, sepse domethënë një besimtari është gjendje me arrit gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë ditës me ndal nefsin nga një emir që i ka falë Zoti, atëherë është i farë edukimit. Dhe ku e merr që ky besimtar këtë lloj edukimit me vazhdo pas Ramazanit. Ose për shembull, është një fije besimtari më strikt për sa i përket adhurimeve ose për sa i përket ibadeteve që i bën,
koha merë që me vazhdu krejt kohën dhe mas me shpërdru kohën, po me shfrytzu kohën pjesën që i takon, dhe më thonë për ibadete, ose pjesë që i takon për kontrollimin e vetvetes, nefsit. Po këtu nuk hyn veç shpërdorimi i vetë kontrolli i përse për këtë ushqimit, po edhe përsa i përket se agjerimi përfshin edhe gjitha sferat i jetës e njerëzit, pra edhe të folurit. Ashtu, njeriu duhet edhe të kontrollojë të folurit. Pra, nuk e shpërdoron të folit, shpeshherë shpërdorimi të folit shpeshherë na qet nga tresa. Thuhen 2 fjalë më tepër, 3 fjalë, dikush e marr vesh gabim, ja transmeton dikujt tjetër, edhe në vend që të prishet të gjithë atmosfera pozitive dhe Zoti na mund të na çojë deri te konflikte më të mëdha, pra një shpërdorim i një mohabetit pa kontrolluar. Domethënë pikërisht pra Ramazani është muaji më i qëllimt që neve na edukosi më i mirë besoj unë për një besimtar që përjeton agjerimin ashtu siç duhet për të na edukuar nga kjo dukuri shumë negative të cilën nuk e do Zoti dhe nuk na do as neve nëse bëhemi nga shpërdoruesit. Ne ju falenderojmë që ishit pjesë e emisionit të Ramazanit dhe patjetër faleminderit që zgjodhët këtë temë për të folur për këtë emision të kësaj mbrëmje. Ne shpresojmë që lutjet dhe agjerimi juaj të jetë i pranuar. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe juve, agjerim të pranueshëm tek Allahu xhaleshanuhu dhe inshallah Zoti na ndihmon që të bëhemi edhe më të mirë në fund të Ramazanit dhe të ecim më të vim. Amin, faleminderit. Shikues të radio televizionit të UTA, ne erdhëm edhe drejt përfundimit të këtij emisioni për mbrëmjen e sotme. Dal gadal po afrohemi edhe drejt kohës së iftarit. Ne nga stafi i televizionit të UTA urojmë që ky agjerim të jetë i pranuar për ju. Faleminderit edhe një herë që ishit me neve dhe këtu ju themi natën e mirë.